Në kuadër të shënimit të epopesë së UÇK-s, sot në komunën e Dragashit u mbajtën homazhe të shtatorja Adem Jasharit dhe të varrezat të dëshmorëve, duke nderuar veprën dhe sakrificën e tyre për liri. Ndërsa dje, në sallën e Asamblesë Komunale, u organizua një akademi solemne, kushtuar kësaj ngjarje historike. Në fjalët e rastit, krerët e komunës shprehen respektin më të madh për veprën e familjes Jashari, duke theksuar se sakrifica e tyre është themeli i lirisë dhe shtetësisë sonë. Sakrifica e tyre nuk ishte vetëm një akt heroik, por një mesazh i fuqishëm për gjithë kombin shqiptar, se atë u mbrohet me nder, me guxim dhe me dashuri të pakushtuar. Fal këtij flijimi madhor dhe fal gjakut të derdhur nga dëshmorët tonë, sot ne jetojmë në një vend të lirë, me institucionet tona dhe me të drejtën për të ndërtuar të ardhmen tonë me dinjitet. 5, 6 dhe 7 marsi i vitit 1998 na kujtojnë heroizmin dhe sakrificën sublime të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij, të cilët u bën simbol i qëndresës, lirisë dhe dinjitetit tonë kombëtar. Sakrifica e familjes Jashari ishte një akt i madhërisëm trimërie dhe një thirrje e fuqishme për unitet, për kushtim dhe dashuri ndaj vendit. Ajo u bë shtylla e pathyeshme mbi të cilën u rritën dhe u forcuan idealet e popullit tonë për liri dhe pavarësi. Društvo svih njenih ravnopravnih građana u miru sa svima. Danas nam treba više nego ikada jedno poštovanje, solidarnost jedno za drugog, jedno ujedinjenje svih nas kao i prevazilaženje političkih razlika, a sve zarad ostvarenja uzvišenih ciljeva našeg društva. Sot bëhen 28 vite nga epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës, 28 vite kujtesë, krenari dhe përgjegjësi. Ne prekas u dëshmua se liria ka çmim dhe se ai çmim u pagu me jetën e komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij. Ky përvetor nuk është vetëm rikujtim i sakrificës, por betim se liria do të ruhet, nderohet dhe forcohet brez pas brezi. Lavdi për jeshtë dëshmorëve, dërim për jetë familjes së tyre. Pjesa e agjendës për shënimin e epopesë është edhe turneu i futbollit mes institucioneve komunale, i cili po zhvillohet në sallën e sportit në Bresan. Ky aktivitet ka sjellë emocione dhe lojë të bukura për 3 net me radhë, ndërsa sonte do të zhvillohet finalja e këtij turneu.